Mirë, për diskutuar për kalendarin e kombëtarës shqiptare të futbollit, por gjithashtu edhe për atë se çfarë na pret në Final Four, do zhvillojmë intervistë me redaktorin përgjegjës të RTS Sport dhe rubrikës sportive, Jorgis Memon. Jorgis, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi Drilon. Gjithashtu, fillimisht ndalim pak tek ekipi kombëtar i cili po përgatitet për ndeshjen shumë të rëndësishme që do të zhvillojë me Polonin. Trajneri Silvinho do të publikojë listën ditën e shtunë. Çfarë presim? Do të ketë surpriza, risi, befasi? Normalisht Silvinho na ka treguar që shpesh e bazon domethënë gjithë grupin tek një kontingjent për 20 lojtarësh që zakonisht janë aktivizuar rregullisht në periudhën e tij, por gjithsesi këtë herë të paktën nga informacionet që kemi mund të ketë dy risi, bëhet fjalë për mbrojtësin që ka luajtur me Kosovën U21 Bujar Plana, i cili është aktualisht pjesë e Legia Gdansk në Poloni. Bëhet fjalë për një mbrojtës që mund të luajë edhe në qendër dhe në krahun e djathtë. Gjithashtu për lojtarin e AEK-ut Pilos, i cili është mbrojtës i majt. Natyrisht janë në një fazë që po plotësohet dokumentacioni, pasi nuk është asgjë lehtë për t'i afruar, pasi bëhet fjalë për futbollistë që kanë luajtur me moshat e Kosovës dhe të Greqisë, por gjithsesi nga informacionet që kam, federata i ka zgjidhur këtë problem për momentin. Ajo që ndoshta na ka shoqëruar gjithë periudhën ka qenë pjesa e Ernest Muçit, që do thirret, nuk do thirret, por besoj se këtë herë Silvinho është bindur për ta grumbulluar. Tani çështja tjetër që mund të jetë është a do luaj apo jo, por gjithsesi kjo është në dorë të trajnerit. Pastaj problematika, ashtu siç jam informuar këtë ditë e fundit, të gjithë, të paktën për pjesën e Rejmanit që është dëmtuar për fat të keq sulmuesi kryesor i ndeshjeve të fundit kombëtares tonë, i dha me golat e tij, domethënë dha një dorë shumë të madhe për të arritur deri në play-off të botrorit. Është edhe gola shnuesi më e mirë aktualisht në kombëtare me 10 gola. Patjetër. Përveç saj është dhe forma për të parë e Brojës, e Dakut, mund kemi mungesa pa pritur, por shpresojmë që nuk do ndodhi kjo. Ditët po afrojnë, po fakti që trajneri ka marrë një lajm të keq për mosgrumbullimin e Manajt, ndoshta mund të kemi një surprizë për një sulmues, por unë personalisht nuk e besoj. Po kush mund ishte surpriza, sepse kemi parë që Silvinho befason pak, ndoshta Anis Mehmeti i cili ka bërë mirë, por nuk është tipik qendër sulmues. Broja ka shfaqur probleme, kush mund të jetë alternativa? Apo mund të luajë me një nëntfalë si Uzuni? Përderisa Broja është rikthyer, normalisht mund të përdori skemën që ka përdorur dhe në eliminatorët e kaluara. Këto janë gjëra që do shikohen në momentet e fundit, nuk besoj se është momenti tani, pasi grumbullohet ekipi në 23, pavarësisht se do të jemi të qartë, ai ka një plan në kokë prej ditësh, por pa u parë gjendja e lojtarëve nuk mund të flasim me bindje. Askush nuk e prisej që Manaj nuk do ishte, po ndodhi që u dëmtua. Po të shpresojmë paktën Broja të kapi atë formën dhe të jetë gati për të luajtur. Daku gjithashtu vjen nga probleme fizike, por në fund të fundit ajo është një 90 minutë që zgjedhjet e trajnerit normalisht presioni bie mbi të dhe duhet të zgjedhë lojtarët më në formë. Mehmeti, Muçi për mua nuk janë surpriza, edhe nëse grumbullohen, sepse janë lojtarë që kanë treguar me formën e tyre që meritojnë një thirrje nga Silvinho.